se gjeta Vlona. Mirë se erdhe në studio, mirë se erdhe në Kosovë, uroj tash është. Kënaqësi që të pres. Faleminderit. Duke shumë bukur, shumë elegante. Gjithashtu. Ky është vendi për ty, Rato, jo. Si të kam? Sa shpesh je në Kosovë? Më duket, nuk është se vjen edhe rallë, me aq sa kam po. Me thonë drejtën bëhen se bëp shumë emisione, kur më ftojnë. Veç për emisione, okej. Po, shumicën e kohës që kam marrë për emisione, por edhe për qef. Si të duket? Qatë pëlqen? Qatë të tërheq më shumë kur vjen? Kosova është shumë mikpritse. Unë e ndjej najër kur vi këto. Edhe që kam kuptu është dialektin e një më ofër zemrës ju se sa ne ku jena në Shqipëri. Sidomos Tiranë ku jetë ajo. Unë të falenderoj shumë që na erdhe sot, me që përmende Tiranën, jemi të gjithë dëshmitar të situatave aktuale që po ndodhin atje, me një periudhë me plot protesta, me situata prima të ndryshme, me çfarë syri po e sheh vetë Edona Shqipërinë sot? Shiko, unë jam e tërheku nga turma, që do të thot nuk as i kam njek as pjesën e protestës, pa dash që të bë scroll, sepse puna jam ashtë në rrjet, i kam pa, më vjen mirë shumë që shqiptarët janë bashku për një kaos, edhe shpresoj që të bashkohen për shumë kauza që ne kena nevojë, si popull. Situatat të tilla si këto, pra të shqetësimeve ose të pakënaqësive të qytetarëve, qoftë në Shqipëri apo edhe në Kosovë, na bëjnë të ashtrojmë të pyetjem, gjithashtu edhe numri i madh i emigrimit, na bën të ashtrojmë të pyetjem, apo jemi në rrezik ta humbim bash atë gjeneratën e artë, apo është zgjidhja ideale për të rinj të emigrimit? Shiko, është çështje këndvështrimesh. Shumë njerëz mendojnë se e ardhuna e mirë është jashtë Shqipënisë, por mendoj që një njeri me vizion din me bë të ardhunën e vet në mënyrë të perfekte në vendin e vet. Kjo është mendimi jem, pavarësisht se shumë janë të pakënaqur, por gjithmonë kur fajson shtetin, fajson njerëzit e tjerë, do kesh edhe në vendin tjetër që të shkosh, do të fajsosh dikën tjetër, sepse nuk e ke me askën, po e ke me veten tënde. Pra se ka këndvështrime, si që the edhe ti, nga këndvështrime të ndryshme varet se si e shohin njerëzit. Pa dikush që e mendon që emigrimin e quajnë sukses, të tjerë dorëzim. Si a doli në atë dheun e vetë, tani të shkoj diku tjetër. Si e mendon ti për ata që e shohin? Emigrimi nuk është as sukses, as zështim, as zgjavje. Po, pa tjetër. Kështu që nuk e shoh. Biles mund ta shoh pak si dështim, sepse nuk e arritën të vendi vetë, edhe shkojnë për me gjetë një zgjidhje një vend tjetër. Rregullojmë pak mikrofonin se kishim ca telashe, besoj që tani duhet të dëgjohem në rregull. Okej, bukur shumë. Ta lëm këtë të pjesës së emigrimit, flasim pak për ty edhe për lëvizjet e tua, për jetën tënde. E rritur në Shqipëri në një periudhë të bukur, do thoya se kujtimet e rinisë e të fëmirisë i kemi gjithë secili, pavarësisht mungesës së kushteve apo mënyrës se si jemi rritur. Çka është gjëja e parë që ty të bën shumë nostalgjike kur të përmend dikush fëmirinë tënde? Kur më përmend dikush fëminin tëme, më ban nostalgjike deti. Deti, ja. Po, sepse unë jam, shumë njerëz mendojnë që jam shkodrane, nuk jam nga Shkodra, jam nga Lezhë. Nga Lezhë. Afër janë, nuk kanë diferencë të madhe, por jam nga Lezhë dhe jam rrit afër detit. Edhe sa herë një ajrin e detit, aty kthehem te fëminia jame. Pra njëri rritur me aromën e detit, e të dallgëve, duhet të jetë diçka që të ka përcjell gjithë jetën. Besoj vazhdon të jetë deti i preferuar i për ty. Aty marr frymëzimin. Edhe unë familjarët e mi aloj kam aty në Lezhë. Edhe sa herë shkoj unë bëj gjithmonë një pauzë në det, bëj një reflektim aty me veten edhe ike. Shoh edhe perëndimin edhe ike. Është kënaqësi. Keni qenë familje madhe në cilën jeni rritur në Lezhë? Jo, jam rritur një familje vogël, kam vetëm një motor. Okej. Edhe jam mësu me këtë... Sa të ngjashme jeni ju të dyja me njëra? Dy botë komplet ndryshme. Të ndryshme, okej. Komplet. Edhe kam kuptu që është një mësim që kam një gjuhë kote e funit dhe më ka rezonu shumë, si ka mundësi që dy fëmijë rriten nga të njëjtit prind edhe janë komplet botë ndryshme. Një mentore më tha që dy fëmijë mund t'jenë rrit jo nga të njëjtit prind, sepse në kohë të ndryshme prind kanë pas botë kuptim të ndryshëm. Edhe kështu rezonon edhe me pjesën tonë. Kjo duhet të ketë ndikuar edhe në rritjen e ju të dyjave. Nuk janë të ralla në fakt. Njëjti person as mram me sot varë qa përjeton jetë, kështu që ndryshon. Fakti që jeni ndryshe ju bën që ti keni ato
po them përplasje, debatet, e kundërshtimet e mendimeve më të ashpra, po prapë se prapë i respektoni njëra tjetrës mënyrën se si e shihni jetën. Dikur kam pas debate, por në ndryshimet e mia nuk baj luftë më me askënd, sepse nuk bën dot luftë me mullit e erës. Çdo njeri ka rrugtimin e vet, çdo njeri ka procesin e vet të ndryshimit dhe sa do ti të munohesh të nikosh ndryshimin e tjetrit, pa i ardhur momenti vet nuk e nën ndryshimin. Ti ke ndërtuar karrierën tënde jashtë trojeve shqiptare, ëh? Jemi sinqert, bashkëshorti ka bë karrierë për sa i përket real estate-it jashtë Shqipërisë në Dubai. Edhe unë kam kanë gjarë përfshime në fillim, por të pas parasysh nga më dhe një fëmijë të vogël, impenjime në Shqipëri që dikush do të merret edhe me biznesin në Shqipëri, plus rrugtimit tem shpirtënor edhe ma dashur më shumë edhe në Shqipëri. Por pak a shumë jam me mirë informuar për sa i përket Dubai. Pra, as ky vend, si që e shohin të gjithë, diçka një vend me një potencial që sa po të shkosh aty, dyert e suksesit hapen vetë-vetiu, për aq sa ke si përvojë ata që nuk e kanë përjetuar. Është e sakt kjo, apo nuk qëndron në realitet? Je prap ti, ai individi, ai personi që duhet të hapësh dyert vetë? Absolutisht, vetëm me aftësi i hap dyert. Edhe Dubai është një vend shumë dinamik. Do të kesh shumë talent edhe shumë konsistencë me ja dalë gjithmonë fushën e biznesit, sepse në këtë fushë jam e informuar. Qartë. Dhe fakti që bashkëshorti e bën këtë prej vitesh atje, i bie që si treg në aspektin e biznesor është i përshtatshëm pavarësisht nga vjen, nuk është se ka limite ose dyert të mbyllura për shkak të nacionalitetit. Jo, sepse atje ka nga vendet të ndryshme të botës. Biles shumicën e bizneseve i kanë njerëz nga vendet të ndryshme të botës. Që s'janë të vendit. Okej, pra, një koncept që për ndonjë shtet tjetër mund të tingëlloj pak çuditshëm, sepse gjithmonë njeriu mund të ndihet më lirë në vendin e vet të hap biznesin. Kjo s'qëndron atje. Nuk qëndron në Dubai. Ka shumë persona që kanë biznes në Shqipëri dhe përveç faktin që puna që bëjnë në Shqipëri në Dubai mund të vlerësohet më shumë, kanë shku dhe kanë hap biznes atje dhe përfitimet janë shumë më të larta se sa janë në Shqipëri, që mund të bësh njëjtën punë. Sepse persona që shkojnë në Dubai normalisht ka një ekonomi shumë më të mirë. Në fushën e biznesit e tona, të jesh grua, ka qenë sfidë më vete për ty? I janë gëzuar të gjithë sukseseve tua? Të kanë përkrahur të gjithë? Shiko, qëllimin njëjtën teme ka kanë me përkrah veten. Se po fokusum më përkrah nga dikush tjetër, s'ban kur njëjtë sukses. Kështu që unë kam mbështet veten, kam pas mbështetjen e partnerit, edhe tu kanë sa është biznes familjar, nuk e kam pas shumë vështirë këtë pjesë, edhe karakteri jem nuk tremet fort kollaj. Me fat, kur ke një karakter të tillë të ndërtuar, dhe miretua kur duhet të mos presësh nga të tjerët që të mbështesin, po ata që nuk e kanë karakterin po kaq të fortë, ose janë akoma në ndërtimin e atij personalitetit të vet, ç'a do të mund t'ju thoshe 2-3 fjalë për t'i ngulitur që ti mbajnë në mendjen e tyre? Fokusoni të vetja juj, merrni rrugtimin pa pas pritshmëri as kërkon, sepse nëse ne varna nga pritshmëritë të tjerëve, nuk ja dalim dot kurrë. Është një palumturi, është një boshllëk, është një mungesë për me bërë një hap më të rëndësishëm në jetën tonë. Kështu që jo rastisht po pyes a është gëzuar, a ka njerëz që nuk janë gëzuar sukseseve tua, sepse duket sikur ka shumë vështirësi mes nesh, mes shoqërisë tonë që t'i gëzohemi suksesit të tjetrit. Pse mendon se tjetër? Unë nuk besoj që njerëzit nuk gëzohen për suksesin tanë, por thjesht mërziten për pa guximin e tyre për me bë sukses. Edhe reflektohet kur e shef te tjetri. Edhe ngjan sikur realisht nuk po gëzohen për ty, por është një krahasim që shohin që vetë nuk e kanë bërë dot. Thua që menjëherë fusin veten në vendin e. Ne na pasqyrë njëri tjetrit. Edhe nëse ti je i pavetëdijshëm në gjykimin e tjetrit, je tu gjyku veten te tjetri. Gjithmonë njerëzit kanë nevojë në momente të caktuara të jetë dikush për ta, qoftë edhe për një fjali të vogël që të mos i lej të dorëzohen. Ka qenë dona ndonjëherë pavarësisht formimit tënd, karakterit të fortë dhe bindjeve tua që duhet i bësh gjërat vet, papritur mbështetjen e dikujt, ke qenë ndonjëherë, secili ka momente dobësie, patjetër. Ke qenë ndonjëherë në fazë të tilla kur e ndjer veten të dobët, po themi? Unë besoj që kam kanë ndër vite një fazë jo të mirë,
bile se kam da edhe në emisionet tjera këtë pjesë, e kuptova shumë vonë, jo keq, po në depresion të thellë. Edhe ndoshta ajo sfida e depresionit thellë që kam përjetuar atëherë më ka bë këtë femër e fortë që jam sot. Edhe kam pas shumë shtetje për me e ka përcy, por unë nuk kam qenë gati me e ka përcy. Dhe jam bë psikologja e vetës teme. Ja kam dalë vetë. Nuk është për gjithë kënë me ja dalë vetë, nuk është marrë me kërku ndihmë, por unë, faleminderit Zotit, ja kam dalë vetë. Dhe me gjona krejt vogla, me një shprehje që kam një gjuhë dikun, me video motivuse. Dhe ndoshta kjo është arsyeja që më ka shtyr që unë të bëj video motivuse. Se ndoshta një atë moment që unë kam hell një video, dikush është një moment vështirë të jetës tij apo të saj, dhe një aty një mesazhi që merr është gati me një gjuhë dhe mund të japi një ndryshim në jetën e vet. E vren njeriu veten kur është në depresion? Çfarë ndjenje me që e ke përjetuar? Pra, ku e ka parë dona për t'i thënë vetës, okej, unë nuk qenë kam në gjendje të mirë emocionale? Shiko, në kohën teme, flasë shumë vite më përpara, kena pas shumë ma pak informacion. Sot gjithkush e kupton luhatin emocionale, gjendjen depresive, flasë unë e kam përjetu, mos tam që e vogël, unë s'kam di që është fjalla angth. S'kena pas informacion, sot as gjadje me meti ignorant. Nga që dukesh 20 vjeqe, kur po më fletë për vite kështu më përpara. Faleminderit, so. 20, ja. 20, pra, mos aprish, lutem. Më falë se të ndërpreva. Ska problem. Po thua që ka qenë edhe kjo një vështërsi, pra mungesa informacionit, që ka bërë edhe më të ndrojtur që ta flasësh me të tjerët? Unë jam natyrë që nuk i ndaj shumë thjesht gjanat me tjerët. Unë kam një komunikim me veten teme, edhe biles unë e baj si formë shakaj, unë po të kemë kamerë në shpi, me më pa dikush të folë, thonë kjo nuk është normal, dikur e kam konceptu kështu, ndërsa sot tam pas kam ditë komunikimin me veten. Prandaj të thashun që nga njerë njeriu ka nevojë qoftë edhe për një fjali të vetme, që sidomos kur e dëgjon në momentin e duhur. Fakti i videove tua motivuese, besoj duhet ta kenë thënë edhe plot njerëz se kanë parë unë komente duke ta shprehur, por mbase ta kanë shkruajt edhe në privat. Kur kanë qenë nga këto, ose cili ka qenë nga mesazhet që e ke kuptuar nga dora e parë, nga vetë ai person që ke ndikuar drejt për drejt në gjendjen e tij apo saj? Po, këto mesazhe unë i kam marrë përpara se me bë video. Këtë lloj ndikimit e kam pas gjithmonë atë njerëz të mi të dashur. Gjithmonë jetën teme, por kur e kuptova unë që duhet ta baj për të tjerë, është kur unë e mora nga dikush që e pash në rrjet. Thash, mjafton, nuk do t'jem vetëm për njerëz të mi. Mendoj që do t'jem për më shumë, edhe njerëz që kanë me rezonu me menimet e mia, ka me pas ndikim të ata. Dhe ka pas vajza pafund mesazhe që më kanë falendëruar për një shprehje që kanë një gjuhë një moment vështirë të jetës tyne që i ka hap shikimin, po thamë, i ka hik ato filtrat e frikës, edhe ka vazhdu për para, dhe kanë kanë, biles ka një vajzë që ka pas një problem, së të shmë kujtu, shnetësor, edhe më tha që nga videoja jote, ma është ndryshu gjenja e me psikologjike, dhe nga gjenja e me psikologjike, jam veçëru. Ka kanë knetësia më madhe që kam përjetu. Mendoj që në këtë jetë na duhet marrë me kontribu, edhe kontributi më i mirë është me thona që ti din, mos me majtë për vete. Zakonshme, besoj këto janë mesazhet që gjithë cilit e motivojnë për të vazhduar atë që bën, prandaj edhe nuk duhet ndalur. A paragjykojmë a priori njerëzit e pasur në ato epitetet ose janë të padijshëm ose se janë edhe kriminal, po guxoj të marrë edhe terme nga këto. Pse ndodh kjo sipas teje? Shiko, nena një popull që kena ca besime kolektive, edhe shumë njerëz një që shojnë si përfaqe, se nuk mendojnë që mundin me ba ma shumë, e shojnë bazë kënd vështrimit vetë. Një që ka në ata limiti, një që mendojnë se mundin me arrit një jetë, nështë një rogë, pa dash me ofendu kërkena, kupton? Dërsa tjetër ka një vizion pak më të malë një jetën e vetë, edhe pasunin që këta nuk e kuptojnë dot, e nuk e justifikojnë dot, menojnë se bëhet një mënyrë jo të nërshme, po them, po ka plot njerëz suksesshëm që e kanë arrit çdo gjë me nërshmëri. Edhe kanë pasuni pafund vetëm me punë, me konsistencë edhe me vizion. Janë njerëz vizionar, guximtar. Kështu që po fokusove patjetër ka edhe lek jo të pastër. Po pra, nga ana tjetër ka edhe po ne kena tendencë me gjyku në këtë formë. Në mënyrë pa vullnetshme, pa dashje. Të kanë prekur ndonjëherë ty personalisht, kanë ardhur si mesazhe ku di
nga njerëz në rrjetet sociale? Për sa i përket pasunisë? Po, për sa i përket asaj që, dëgjoj, edhe perceptimin e luksit njerëzit e kanë shumë të ndryshëm, pra nga mënyra se si e shohin. Nuk reklamoj kur luks, nuk është fare në natyrën teme dhe nuk ka marrë kur se si një koment të tillë. Nuk ka lidhje hiç me mua kjo. Okej. Kjo e reklamimit, po themi se. Nuk është se... Shumë e kuptova, apo jo? Jo, e kisha nga... Çdo kush e sheh luksin ndryshe. Dikush mund të sheh ty që ke hedhë një foto në Bregdet, në pushime, cilat mund të kenë kushtu 50 euro, por e mendon si luks, nga se është në botën e tij, as aq nuk mund të arrijë, pra po flasim për... E kuptova, tash. Në këtë aspekt e kisha. Ka raste që dikush mund ta ketë paragjykuar, qoftë edhe një udhtim tëndin për punë. Jo. S'të ka ndodhur. Në raport me rrjetet sociale, si e ke nda? Publikon më shumë nga këto videot tua motivuese, ke qef të ndash edhe nga jeta jote personale? Jo, unë fokusohem më shumë te kontributi, jeta jame personale është personale. Ka pas një periudhë, fillimet mia që e kam ekspozu familjen, por tash më duket një gjë që është e panevojshme. Tu rrit, e kupton ç'a duhet me ekspozuar ç'a jo. Okej, ndalem këtë pak te familja, të pyes pak je edhe nën. Më thuaj pak ndjesitë të tejnë, si e ke prit lajmin për Shtatzani fillimisht? Shtatzania ka kanë e planifikuar, ka kanë një dëshirë jemja e madhe mu banan. Është një emocion që shpjegohet shumë thjesht, është një mix emocionesh. Sa është një diçka që ti nuk e ke përjetuar dhe nuk e din ç'a të pret. Domethënë është edhe kënaqësi në njëjtën kohë dhe panik. Por kokain edhe është një eksperiencë e jashtëzakonshme të kanonit non, edhe unë e them gjithmonë që nëse do me përjetu ekzistencën e femnës në këtë tokë, edhe nëse Zoti ta ka dhënë mundësinë mu bë non, se jo çdo kush mundet mu bë, duhet ta përjetosh, sepse është përjetimi i plot i femnës në tokë. Shkoj gjithçka si duhet gjatë procesit të Shtatzanisë dhe të lindjes, a kishe ndonjë nga këto teket që zakonisht thonë për disa gra shtatzana, o ka ndonjë neps më çuditshëm për diçka në veçantë, apo e kalove lehtësisht? Shtatzania ka kanë shumë e mirë, linja si çdo linjë me vështirësitë e veta, por vujtja më e madhe ka kanë mas linjes, që ne dihet më postpartum. Shumë femna përjetojnë, shumë femna s'kan guximin me e thonë, por nuk e kam përjetuar mirë, edhe ndoshta më kalon një traumë vogël, që kam frikë me bë një fëmijë të dytë, por ja dola. Cilat janë këto mendimet që të vijnë pas lindjes? Pra, çka është ajo bota që çdo grua pas lindjes e përjeton? Shiko, unë mas linjes, kam pas një jetë tonë kohën kam kene impenjume me punë. Edhe nga një gru që merret me punë, ta ditën lëvizje, u mbylla mrena, ishte një ndryshim i botës teme, edhe një formë depresioni që ndoshta mund ta kem përjetu paktën, tu e thonë si eksperiencë, e ndihmoj edhe nënat e tjera, por mund kem pa edhe halucinacione. Me sy hap një moment, të pa gjona që s'ekzistojnë, por kam pas afër partnerin që më ka ndaj afër në atë moment, edhe realisht duhet mi najt femnës afër në atë moment. Por ka dhe femnë që s'përjetojnë. Kam një shumë raste që nuk kanë përjetu. Ose edhe ato që si që theti e përjetojnë, po bese nuk guxojnë që ta ndajnë me të tjerët. The që të ka ngel pak si një mini traumë për të menduar për një fëmijë tjetër. Jo, me menuar me mnoj. Me marrë guximin, me fillu. Sa e madhe është kjo përqindja, po temi që të ndalon? Shiko, fakti që kam edhe djalin që nuk insiston du një moto, një vlla, ma ka bo pak më të thjesht, por jetës nuk i dihet. Unë besoj shumë të energjia, të fjala, dhe tham, mos tham një fjallë definitive që të ndikojnë të ardhmen, edhe rezervohem se tham nesëm kap një dëshirë, tani është momenti jem, kështu që jale kohës që të shka. Ju dhe bashkëshorti duke një qift shumë të përmbushur me njëri tjetrin, edhe me djalin. Ka ndryshuar diçka mes jush në pas momentit që jeni bërë prindër, pra si ndryshon ky, kam përshtypjen që ekziston të gjitha qiftet, gjithë vëmendja, e kam dëgju duke ma thonë, kalon të fëmiu, si e keni përjetuar si qift? Në fazat të ndryshme, në fillime ka kënë tonë fokusit e fëmija, por djali u rritë është ma, u ba 7 vjeç, por mua është rritë se është gjë fëmija autonom, edhe rrugtimi jonë ka ndryshu prap, është këthy në ritmin e ma përpara,
edhe më mirë se më përpara, sepse edhe ne na rrit si persona, na zhvillu si persona, na ndryshu bot kuptimi, edhe kur ndryshon përmbrenda, ndryshon jeta edhe për jashtë, edhe marrëdhënia edhe çdo gjë. Jeni kujdesur që të ruani, pra t'i keni edhe ato limitet, kam pasur biseda edhe me çifte këtu në studio që thonë që janë kujdesur shumë që pas ardhjes një të fëmijëve të kenë të paktën një herë në vetë një pushim të vetëm ose një aventurë veçmas pa fëmijën që ta ruajnë edhe atë intimitetin. Ne kujdesena për këtë pjesë, kështu që nuk ka kem pengesë fëmija, është justifikim. Është justifikim, thua. Mund gjash gjithmonë kohë. Është thjesht një justifikim, një demelizëm që ja lejnë fajn dhe jo pa fëmija, por nuk ka lidhje. Në robi gjenë kohë për gjithçka, mjafton t'i e shnosh. Në anën tjetër, kur flasim për çiftet dhe fëmijët, që s'është rasti juaj sigurisht, po ndërlidhem, ka plot çifte që pas disa viteve dhe pas ardhjes një të fëmijëve, kuptojnë që nuk i kanë më mendimet e njëjta për vazhdimin e rrugës së tyre, të jetës së tyre, pra ju ka ndryshuar, nuk përputhen më rrugët e tyre dhe disa marrin vendimin për të ndarë, disa vazhdojnë që ndrojnë bashkë për fëmijën, për hatër të fëmijët. Si e di që është diçka shumë personale për secilin, por si do ta mendoje ti në këtë rast? Përpara se me menu me pru një fëmijë një jetë, duhet ulesh mirë, fuqishëm, ta merresh këtë vendim, se është përgjegjësi e madhe, se ne jena portal me pru një shpirt tjetër në këtë tokë. Dhe shumë marrëdhënie kanë ulje ngritje, shumë marrëdhënie, por nëse një marrëdhënie bëhet deri në nivelin e një, po them një marrëdhënie mytse, ti prap do të bash maksimumin ta përmirësosh, por nëse ti ke dhënë maksimumin dhe ka marru, nuk ja vlen të rish për hatër të fëmijës, sepse fëmija rritet në një ambient shumë toksik. Por nëse një marrëdhënie ti ke rrugën tane, unë rrugën time, është një dëshirë që do mu shkëput. Por unë mendoj që gjithmonë ka hapësim për përmirësim, dhe kur ka hapësim për përmirësim, fëmija është mirë të rritet me dy prind, si mas perceptimit tëm. Pra kur ka hapësirë, thua duhet hequr dorë atë shit. Gjithmonë ka hapësim për përmirësim. Vetëm ka raste ekstreme, se ka dhe raste, dhuna apo partner që nësë po i përmenim si raste, po ka raste ekstreme, aty jam shumë dakord, shkëputesh. Por që në një marrëdhënie thjesht që është ftohë çifti, çdo marrëdhënie ka ftohjet e veta. Ti du t'jepsh maksimumin ta përmirësosh marrëdhënien tënde, edhe për hir të fëmijës, patjetër, se për çka ke për fëmijën këtë jetë, do të sakrifikosh diçka edhe për te. Por edhe për vetin, sepse në momentin që ke hapësin me përmirësu diçka, kënaqen të tre palë, po thamë për rastin tem, po tanë palë. Në anën tjetër ka plot vajza të cilat e thonë publikisht që kanë zgjedhur dhe nuk duan që të kenë fëmijë, nuk duan të martohen në jetën e tyre. Si të duket? Unë mendoj se jo çdo person vjen me mision mu bë prind këtë tokë. Kështu që është edhe një zgjedhje. Nuk tik vlera faktin që ti vendos mos mu bë nan, apo faktin që ti vendos mu bë nan. Kështu që është zgjedhje personale, nuk e gjykoj fare këtë pjesë. Mendoj që çdo gjë ndodh për një arsye dhe fakti që vendosin mos është një pjesë e procesit që është shkruar, mos më e përjetu në mësim këtë tokë. Në anën tjetër, unë kam një respekt të pesfisht për gratë që janë edhe nëna, edhe punojnë fort në karrierën e tyre, më thonë, i adhuroj për mënyrën se si mund t'i bëjnë të gjitha këto. Nëse flasim për shoqërinë dhe mendimet, se këtë po dua të bëj të marrë edhe mendimet të tuat më shumë për situatat të ndryshme, kemi dy tabore të ndara, po themi. Pjesë e shoqërisë që kritikon nënat që ndjekin karrierën, se po i lën fëmijët vetëm, nuk e kanë afërsinë e tyre. Në anën tjetër, gjykohen sërish ato nëna që rrinë në shtëpi dhe kujdesen për fëmijët, duke u thënë që ju s'po bëni asgjë, nuk jeni të zonjat e vetës. Ku është mesi i artë, Dona, sipas teje? Atëherë, balanca është çelësi i suksesit, por ka njerëz që mund të njëjën shumë më mirë të bë vetëm mësinë dhe nuk dojnë karrierë. Ne i gjykojmë njerëzit në bazë dëshirave tona, po varet çfarë dëshire ka personi tjetër. Kështu që është zgjedhje edhe kjo. Mendoj që mund t'i bash edhe të dyja, po unë njoh raste, se flas edhe nga rastet konkrete, që janë nana me kohë plot, me dëshirë plot. Është zgjedhje.
të cilat normalisht duhet respektuar për zgjedhjen. Me shumë respekt, Biles. Patjetër. Qartë. Dua me që jemi edhe në prag të sezonit verës, dua të flas pak edhe për këta muajt. Një vajzë e rritur, si që thash në fillim, me aromën e detit, edhe vedetin pranë, e ke edhe afër, nuk është se të duhet ajo ndarja, si që bëjmë ne, i planifikojmë shumë më herët e kështu, po si të pëlqejnë ty t'i bësh pushimet e verës? Unë nuk bëj kur plane. Nuk bëm plane? Kur, never. S'kam bë asë njerë plane për pushime. Jam shumë spontane, sepse më nikon në rrugtimin e jetës teme. Ka njerëz që e kanë shumë të rëndësishme me bë plane, ndërsa unë jam shumë spontane të kjo pjesë. Nëse unë le një datë për me bë një pushim, më tonë rrugtimi i jetës më ndryshon edhe bazohet te ajo datë. Kështu që du me përjetu jetën pak më free, pak më lirshëm. E du shumë detin, nuk e du shumë kaosin, shmangem korrik gusht, sepse nuk më pëlqen zhurma, ka pas periudha që më ka pëlqy, flasë për momentin. Shfrytëzoj qershorin edhe shtatorin për me bë plazh në vende të ndryshme të Shqipërisë. Unë e dashuroj Shqipërinë, absolutisht. Nuk ka arsye për të mos e vendin tonë, Shqipërinë është, ne duhet me këtu me investu për turizmin tonë, jo për ta në botën. Okej, kur eksploron botën është shumë bukur për kulturë, për dije, por s'ka si vendi. Atë këtë s'na ka pru Zoti me linjë këtë vend. Me kendo këshim linjë një vend tjetër. Vërtet, kemi një pasuri që se ndrojmë datë. Të lexosh, të dëgjosh muzikë në ato orët, minutat të tua vetëm për veten tënde? Unë lexoj, edhe muzikën e kam në shpirt. Qa dëgjon më shumë? Një gjoj shumë, më shumë jam fokusu këtë periudhë tek muzika healing. Po, sepse sidomos për tinguj që nuk kanë fjalë, depërtojnë shumë më thellë edhe janë shumë mirë se mbaj meditim. Ndërsa muzikën para këtim, patjetër, rrymat ndryshme, po edhe këngët e Shqipnisë i du shumë. Unë kam bë vetë një këngë, se është një ëndër që e kam pas qysh fëmijë dhe tash kam një këngë tjetër. Apo vjen edhe një, se ato e di që e bëre si dhuratë për ditëlindjen? Po, me i bëre vetes. Qefin vetes, sepse unë gjithmonë kam dash më marrë muzikë, nuk kam pas mbështetje. Ndoshta është më mirë që s'jam marrë me muzikë, si i din Zoti Daxhona, më mirë si i dim ne. Dhe me që më erdhi mundësia, thash pse jo, se edhe zani është dhuratë. Ma ka dhënë Zoti dhuratë. Lumë si ti, se kolegët e mi gjithë e din, mua më pëlqen shumë të këndoj, nuk më pëlqen zërim, po këndoj, nuk e kam, se kam fort problem. Po më thua që po vjen edhe një këngë tjetër? Po, kam ba një këngë tjetër. Okej, qa loj, po shkruan vetë dhe tekstet, apo i ke besuar dikujt? I kam besu Irken Cykës, sepse edhe këngën e parë dhe dytën e kam ba aty. Realisht desha mu fokusu me ba një album, por thash okej, po e marra vash-avash, se qëllimi jem nuk është, jetës nuk i dihet kur, nuk është që unë dalë të kënoj dikun publik, është thjesht një knatësie jamja dhe kaq. Në të ardhmen mund të ndryshojnë, nuk e di. Po për momentin, po siguruash që njerëzit ta kenë atë zërin tënde edhe ta... Zonin temë, të kenë shemullin që nuk je kur vonë me ja plotësu dëshirat vetës tënde. Kur do dali Ka kënga? dy qëllime. Kënga ka përfundu, po ka me bë dhe klipin, kështu që besoj kismet ka funi e muajt e myllim. Edhe mund dalin aty ka korriku. Super, pra në muaj të verës, pas kemi edhe një... Ja, kushtoj dashni, sepse zoni jem, i përshtatet po ati zhanërit, edhe biles desha me e bë këngën, me ndryshu pak ritmin, i thash Irkencit, bëjmë diçka pak ma happy, ma pozitive, përfonova prap të dashni. Se aty më përshtatet vokali edhe... Okej, me që në planifikimet, sa të largë, ta qenë ka dhe albumi, nuk i dihet. Aty mund të luash më pas me ritmet edhe me tematikat e këngëve. Një arsye më shumë për t'u parë, nëse i bëndo një promovim të këngës me që në korek, diku afër detit, do ishim shumë lumtur që ta përjetojmë. Edhe shumë falenderit shumë që erdhe sot. Falenderit shumë, edhe për